Petullat e gjyshes, heje njerëz të bukërsini si po kaloni, si që shikoni edhe nga titulli që kam vënë, betëm pa buk që thoni, edhe çfarë të bëni, bëra petulla. Unë zakonisht kur mbeten pa buk do bëj ose petulla ose kulaç, një diçka të tillë të shpejtë edhe të lehtë, edhe kësaj radhe vendosa të bëj petulla. Tani hodha miell, si shikoni me sy ju hedhun të gjitha, një lugë sodë, një qikripë, edhe i hodha një vezë brenda dhe vaj ulliri. Mund të hinë dhe 2 vezë, po unë me që më bie erë edhe nuk i hedh shumë. Brumin tani do ta zë me kost, që do me thënë vetëm kost do përdorim, as ujë as edhe një gjë tjetër. Edhe pasi e kemi bërë mirë brumin, në fund do t'i hedhim djathë të bardhi hedhunë, feta do me thënë. Sa më shumë aq më mirë që të kuptohet brenda djathi, dhe pastaj do t'i mbryj kështu, do t'i bëj në dorë dhe do t'i hap në mes, që të munden që të kullojnë petullat. Do t'i bëj të gjitha kështu me radhë, edhe në të njëjtën kohë do vë edhe vajin që të ngrohet, jo të nxehet shumë, por okej, që të munden të fillojnë të skuqen direkt, të bëj kështu gr. E shikoni juve tani si bën vaj, e dini. Edhe i skuqim tani të gjitha petullat që bëra. Mirë, bëra tani do kemi për 1-2-3 ditë të ham petulla, mos pandeni se do t'i ham të gjitha në një ditë, po nëse kështu e kam unë, duhet të bëj gjithmonë me bollëk, se më mirë të tepëroje se sa të na mungoj. Kjo është ideja ime që kam gjithmonë. Ndaj edhe bëj gjëra me shumicë, jo se i ham të gjitha, po nëse tani do marri dhe djalin ndonjë në shkollë, do ha unë nesër me kafen prap, e kështu që thoni, petullat e gjyshes.